të gjithëve dhe mirë se erdhët në Villa 24, ku bashkë me Katin ne jemi të dyja për të nisur kështu kuzhinën për sot. Uroj një ditë mbar, Katerin. Faleminderit e dashur, mirëmëngjes, të shkëlqejnë sytë sot. Faleminderit. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe ftoj këtu tek këndi Joni Gatimit për pa recetat që do përcjellim për juve sot. Siç e shikoni, kemi peshk, kemi tavë me sardele, se të themi edhe emërtimin, sardelet të cilat ndoshta janë të vogla, por kanë vlera të mëdha ushqimore, kanë atë omega-3 yndyrnat e mira dhe përveç se këtyre do të bëjmë si një brushtull dimëror, them unë, sepse ndryshe ai që është i pranverës, që përgatitet me spinaq, me ato lakërinjat, jeshillëqet më shumë, domethënë qepët e njoma e këto, jo se s'ka tani, por tani shkon më shumë bishtat e preshit. Marrim përgatisim një, si thua, mish me presh ose një burani me presh, ato bishtat i marrim dhe përgatisim një brushtull, të cilin e aromatizojmë me erëza të ndryshme që me energjik, qoftë të njomë, qoftë të thatë, nëse kemi kështu të freskët, sigurisht që është më mirë, me kopër, majdanoz, ato bishtat e preshit, dhe që ta bëjmë akoma, si thuash, më të mirë dhe më të shishëm, do të përdorim këtu që me qumësht, me kos, me djath, gjalp, vaj, pra bulmet. Çfarë mund të kemi dhe sigurisht me miell misri përgatitet kjo, edhe me pak vaj. Tani, për punën e djathit, mund të shtoni gjysmë djath, gjysmë hirën e djathit, që ta zvendësoni, domethënë, nëse doni, mund të shtoni, si thuash, 50 grama, 100 gram djath, shtoni një hirën edhe përsëri keni atë shijen e mirë, domethënë tek ajo tava te brushtulli juaj. Është recetë tradicionale, në për treva të ndryshme ka emërtime të ndryshme dhe mënyra të ndryshme për të përgatitur. Unë do ta sjell në mënyrë më të thjeshtë që i përzihem të gjitha dhe i vendosim në furrë. S'ka gjë më të thjeshtë për ta përgatitur këtë lloj recete. Por fillimisht do të fillojmë me përgatitjen e tavës që do të përgatitet me këto sardelet. Dhe kjo ka, do me thënë, 2 hapa, nuk është se e fillojmë dhe i vendosim me njëherë në furrë, se dim që sardelet e duan kohën më të shkurtër për të, do me thënë, më pak, për të gatuar, ndërsa patatet duan më gjatë. Pra ne në fillim do vendosim patatet. Vendosim patatet, po që patatet më përpara neve do t'i aromatizojmë. Tu kam hedhur një kështu limon, që do t'ua hedh edhe këtu, këtë lëngun e limonit. Do të shtoj këtu tani, me radhë, piper, do i përzijem që mos të në shumë, piper të kuq, do t'i hedhim edhe rigon, do t'i hedhim vaj, do t'i hedhim krip, sobën po patjetër që duhet jetë ndezur Anila. Do t'i shtoj këtu edhe hudhra që do t'i hedh kështu të plota, siç janë. Tani për punën këtu kam domate pure. Këtë domate pure nuk do ta hedh tani në këtë moment, do t'i lë kështu siç janë këto, thjesht dua t'i trazoj. Dhe këtu kam edhe domate të, domethënë, të pjekura, që mund t'i themi ose konserv domate. Të pjekura, mund t'i themi më ndryshe. Nëse ju gjende, nëse jo nuk ka problem, mund të shtoni vetëm këto domatet pure. Sardelet apo për patatet? Jo, bashkë, këto tani do të vendosim këtë në furrë neve që të piqen. Do ta nxjerrim, do shtojmë sardelet dhe do të plotësojmë pastaj pak salcë, do të shtojmë edhe këto domatet e pjekura. Që ta bëjmë akoma edhe më të plotë edhe më të shishme. Të kombinuarit të përbërësve? Po, shumë e rëndësishme tani që të vendosim këtu që të na ziejnë. Do të piqe, do të fillimisht. Të gatuhen. Të gatuhen, ta themi edhe kështu, ta themi edhe kështu, të gatuhen. Një recetë të thjeshtë edhe me goxha vlera ushqyese që është e vërteta, sepse siç e dim, sardelia vërtet është një peshk i vogël dhe her pas here duket sikur i ka humbur vlera. Ndjes. Është edhe më ekonomiku në treg dhe gjithashtu sardelia përmban sasinë më të lartë të omega-3-shit, kështu që duhet të konsumohet. Nëse ne themi që të paktën një herë në javë duhet të konsumojmë peshk, pse jo të mos zgjedhim edhe sardelen, për më tepër që gatuhet shumë lehtë, qoftë edhe vetëm me një marinim me pak kripi për të zi edhe lëng limoni në furrë për pak minuta dhe kemi gati një pjatë që mund të jetë edhe si një mesore, mund të jetë edhe një vak nëse shoqërojmë dhe me diçka tjetër. E vendosim fillimisht, do ta lëmë me kapak, domethënë ato 20
minutat e para, pastaj do ta heq, do të bëj atë kthimin nga poshtë lart, do t'i trazoj edhe një herë, pastaj do t'i heq kapakun dhe do t'i lë në furrë edhe 20 minuta të tjera, pastaj do shtojmë sardelet, sepse sardelet duan vetëm thjesht 10-15 minuta për të bërë gati. Nuk ka nevojë për më tepër. Tani vazhdojmë dhe vendosim tavën. Shkojmë edhe vendosim tavën në furrë. Dhe më pas, do të përqendrohemi tek receta e dytë. Jemi tek gatimet tradicionale. Sot, siç në pjesën më të madhe të rasteve, ne jemi në Vila 24, sepse përpiqemi që të jemi sa më pranë shijeve tuaja, mënyrës se si u gatuani në shtëpi, natyrisht edhe xhepit tuaj, sepse kjo është një tjetër pikë e rëndësishme që Katerina mendon kur ndërton recetat. Dhe jo vetëm kaq, mendon gjithashtu se cilët janë përbërësit dhe produktet që ju i gjeni më lehtësisht në treg dhe ju ofrojnë një siguri të lartë ushqimore, shumë shije dhe çmime të përballueshme nga të gjithë. Dhe jo më kohë t'i përmenda, sepse te kjo receta që do përqendrohemi sot, kemi goxha bulmet, kështu që ju e dini se çfarë ne zgjedhim, se çfarë Kati zgjedh për të përgatitur këto receta, e sigurisht që kemi zgjedhur qumshtin e lufrës në logon e traditës, kemi zgjedhur kosin e lufrës gjithashtu, tham që do të kemi djath në këto recet, edhe nëse do t'ju duhet thjesht djath pa shëllir, keni këto paketimet në qeska, por nëse doni edhe shëllirën, pastaj lufra ka menduar edhe paketimet që janë në këtë mënyrë, ku kanë edhe shëllirën brënda dhe jo vetëm e ruajnë më gjatë në frigorifer, por edhe në këtë rast ne përdorim dhe shëllirën e djathit për gatimin. Këtë recetë do ta gatuaj me miell misri të verdh, që është më i fortë në ngjyrë dhe shpesh na e bën të lexohet më një herë gatimin që ka miell misri, po sigurisht që keni edhe miellin e misrit të bardhë nëse e doni më pak të koncentruar. Patjetër që keni edhe shumë variante të tjera nga kompania Atlas të miellit Ola, siç është mielli për çdo përdorim, mielli integral, mielli bio, mielli për pica, mielli i përgatitjes së ëmbëlsirave, kekrave të ndryshëm, siç është mielli farinap, edhe plot alternativa të tjera. E rëndësishme është që mielli të mbajë emrin Ola dhe logon e Atlas. E ndërkohë, me qenë se jemi tek bashkëpunëtorët tanë, me rëndësi e kam gjithashtu t'ju përmend se cila është mënyra më e mirë për të nisur ditën, cili është plani ideal që të gjithë ne së bashku bëjmë, dhe cila është veza që zgjedhim për të shtuar më shumë shije, vlera ushqyese dhe më shumë dashuri familjes sonë, është pikërisht veza O Vital, cilësi në 4 stin, e cila vjen sipas ngjyrave dhe preferencave tuaja. Një vezë bardhë apo e kuqe, një paketim prej 8 apo 15 kokrash. Veza O Vital është gjithmonë alternativa më e mirë dhe cilësia më e mirë e të gjithë muajve të vitit për të na sjellë një produkt të shëndetshëm dhe shumë shpejt në frigoriferin ton. Gjithashtu do doja që të përmendja se çfarë ne zgjedhim për të kaluar vaktet tona të shpejta, sa herë që nuk kemi gatuar një pjatë në shtëpi, në frigorifer kemi salçiçet Vudi. Salçiçet me djath, salçiçet e thjeshta, të pulës, me shumë shije, dhe që me njëherë sjellin gëzim teksa konsumohen, të preferuara nga e gjithë familja, salçet ideale për të përgatitur një tost, një sanduiç, një panine të shpejt për ta marrë fëmijët me vete në shkollë, nuk ka siguri më të madhe kur bukën e marrim me vete. Dhe kjo është pak po e sigurt, Kati. Patjetër. Dhe është mirë që nënat të përgatisin bukë fëmijëve që t'i marrin me vete. Ka plot mënyra, domethënë, përgatitjeve të gjërave që mund të marrin fëmijët me vete, kështu që mos hezitoni t'i përgatisin, qoftë për konsumuar që në mëngjes, qoftë për marrin edhe me vete në shkollë. Tani, të dashura visa, neve këtu kemi hedhur këto thamë jeshillëqet e preshit, kemi hedhur majdanoz, kopër, nenexhik, ndërkohë që Anila po diskutonte për pjesën e produkteve që është shumë e rëndësishme dhe kjo, unë kam shtuar veç se krip. Krip të cilën, si që shikoni, i shtypim tani pak, i ndihmojmë që të shtypin, është shumë e rëndësishme që ti kemi të grira hollë dhe nuk ka nevojë që ti ka vërdisim, nëse kemi të grira hollë kështu se si i kam unë. Tani, hapi tjetër është, do t'i shtojmë gjitha gjërat me radhë dhe ajo që është tjetra për të lyer tavën dhe t'i vendosim në furrë. Është shumë e thjeshtë për të përgatitur, mjafton të kemi përbërësit. Le të themi, durimin më të madh përgatitja e kësaj recete e ka në të gririt imët të perimeve dhe erzave që kemi. Ma ka ishim ose e ke grirë ti? Sidomos do me thënë të bishtave të preshit, të pjesën jeshile më saktë që mund të themi. Tani, unë thashë këtu që do të përdorim hirë djathi edhe djath, me që se kam atë djath në atje,
hapa dhe këtë pjesën tjetër. Po? Ja, hedhim këtë djathin, sopsën që kanë. Kështu kemi bërë edhe 2 kombinime të djathrave, të djathit të deles dhe të djathit të lopës nga lufra. Duke patur kujdes edhe për punën e kripës, hira i jep shumë shije, mund të përdorni dhe të njëjtin djath, do me thonë të hidhni pak nga djathi dhe të hidhni edhe hirë, dhe e coptoni pastaj djathin te hira, edhe hidhni brenda. Se keni idenë se sa shije të mirë që merë në momentin që bëhet ky kombinim me hirën e djathit. Në vend të kosit mund të përdorin edhe dhall, mund të përdorin edhe nëse kefirin tani sigurisht që e marrim dhe e përdorim kështu, jo se nuk shkon, çdo gjë mund të shkojë, po patjetër. Po që e përdorim ashtu si pije freskuese, por me shumë vlera ushqimore. E vërtet. Hedhim edhe djathin. Unë nuk përdor vezë në këto, disa vende përdorin edhe vezë, hedhin vezë brenda, unë nuk hedh vezë, nuk më pëlqen, me thënë, pjesa e vezës. Do hedhim edhe kos. Kosi është ai që e shkrifëron, edhe jep shumë shije. Qumshi është ai që e mbëlson, dhe të gjitha bashk i japin shumë shije. Hedhim edhe qumshtin. Do të shikojmë tani për pjesën e qumshtit dhe vendosim kosin këtu. Ti heqim të gjitha mos kemi gjë. Si sistemojun. Heqim dhe këto, tani është radha e miellit. Radha e miellit, në fund, të shtojmë edhe pak vaj. Besoj tava duhet jetë e vogël, mund të marrim tavën e madhe nëse ashtu, sepse nuk e duam ta bëjmë dhe shumë të trash. Cilën tava të katroren? Të katroren. Ta marrim, ta luajmë atë? Ta marrim Anila se e shoh të vogël këtë. Gjë që do hedhim miell sa ai të... Vetëm një moment se është me pak ujë. Bëhet shumë e shishme, shumë e mirë, dhe është një gatim i shëndetshëm, që përsëri shoqërohet me dhall, me kos, ose edhe kështu siç është, sepse i ka të gjitha brenda. Është në rregull. Mos ta çojmë dëm këtë vajin. Po, faleminderit Anila. Asnjë gjë nuk çojmë dëm. Kemi thënë që në kuzhinë duhet të bëjmë ekonomi. Po, patjetër ekonomi. Edhe nuk është tani se shikojnë në visat hodhë një qik vaj, po kjo e do një filxhan vaj, sepse nuk është se bëhet për një person, dhe ndërkohë që këto ka nevoj për vaj. Faleminderit. Të lutem. Jemi në rregull. E hapi mirë. Pra i sheshojmë. Kur janë tava që nuk ngjisin, nuk ka nevojë do me thënë që të hedhi miell poshtë, as të vendosim letër kuzhine, se nën ato na dikur nuk vendosin asnjë gjë, thjesht i lyeni me vaj dhe e shtronin pastaj kështu. Ajo që ngelet, pak vaj dhe pak gjalp, copza gjalpi sipër. Ose mund ta shkrim gjalpin edhe ta hedhim. Si ta kena visja do me thënë më mirë. Ndërkohë, kur t'i lexojmë në recetat? Mund t'i lexosh Anila, sepse unë do bëj pak kose, pak qumësht aty që t'ja hedh sipër. Okej, mirë. Ne marrim pak kohë tani për të parë përbërësit në ekran. Çfarë kemi menduar të gatuajmë sot? Cilët janë përbërësit që i duan çdo recete? Lexojmë recetën e parë që është tavë me sardele e patate, na duhen 1 kilogram sardele, 4 patate, 4 thelpinj hudhra, 1 limon, 1 domate ose domate të pjekura, krip, piper të zi, piper të kuq, speci, rigon dhe vaj.
Dardha me salcë karamele janë ne këto, nuk e kemi kushtuar ende rëndësi, sepse e kemi lënë për ta përgatitur dhe për ta shpjeguar kur t'i vi momenti, por ndërkohë ju recetën mbajini shënim dhe pastaj përqendrohemi të gjithë bashkë vetëm tek shpjegimet edhe puna e Katerinës në përgatitjen e kësaj recete, e cila kërkon 4 dardha, 3 lugë sheqer pudër, 2 lugë gjalp, 1 filxhan lëng portokalli, 1 limon, gjysmë filxhani me rrushë të thatë, ose 10 hurmara, bie, gjysmë gote vere të ëmbël, fruta të freskëta për servirje. Shumë e shishme duket. Dhe sa po kemi përfunduar dhe do t'a vendosim në furrë edhe këtë recetë që quhet brushtull dimëror. 500 gram miell, misri, bishta preshi, qep të njoma, lakra të ndryshme, kopër majdanoz nenegjik, qumësht kos djath, vaj gjalp dhe krip. Kjo është një recet shumë e thjeshtë, sepse mjafton që të gjithë përbërësit t'i bëjmë bashkë në një enë, t'i shtrojmë në një tavë, tani po e spërkasim përsëri me kos e me qumësh. Qumësh dhe në furrë. Do të më thjesht se kaq nuk ka ku të shkojë përgatitja e një recete dhe është aq e shishme sa që ju nuk e mendoni dot. Me gjithë këto gjëra që neve hodhëm brenda, si mos të bëhet e shishme. Edhe këto erëzat janë që i japin një shije shumë të mirë. Kosi tani me pjesën e qumshit që përzihem e mban domethënë të butë në pjesën e sipërme. Shumë mirë. Tjetra, pak vaj, prap. Në dritë dorë për vaj, se thonë. Ose me idenë që mos hedhim shumë. Se e mbyti, po mielli, misrit e do pak vaj, tani, të jemi të sinqerta për pjesën e kësaj. Tani, po gjalpin nuk e do. E do. E do dhe gjalpin, e do dhe djathin, e do dhe kosin. E do. Kështu që edhe tava pasaj është e madhe, edhe gjalp të nga pak e presim, nuk është se prevëm shumë gjalp. Sa do konsumojnë këta Nila? 8? Sa racione dalin aty? Aq, 8 të mëdhaja? 6 të vogla? Jo, po mendoja, dhe më thënë tavën në mes, dhe dalin 2, 4, 6, 8 të mëdha. Nëse do t'i bëjmë pak më të vogla pastaj, mund të dalin dhe 10. Varet se si jemi me oreksi në shtëpi, si janë racionet që i vini. Ne i kemi pak të mëdha. I kemi të mëdha, neve i duam pak, do me thënë neve. Atëherë, ta themi dhe temperaturën, ta kujtojmë? 110, 200 gradë si e themi gjithmonë, do me thënë, dhe këte e themi gjithmonë si pas llojit të furrave që kanë anvisat në shtëpi, dhe do t'a lëni 45, 50, do t'a shikoni, e të kohën për të pjekur. Punë do vetëm 10 minuta të bëhet gati, po për të pjekur do shumë kohë. Edhe ta kemi të ndezur më përpara, vendosim neve. Ikëm prap tek furra e dytë, duke ju thënë që ne nuk do t'a lëmë dot 50 minuta si ju, do t'a lëmë diku te 40, 35, deri në orën 10 pra, dhe do të shohim se si do të jetë deri në atë moment, ose si që bëjmë dhe një herë, rrisim temperaturën më shumë se shduhet. Por e themi. Po, pa tjetër që ua themi, por juve duhet të ndihni gjithmonë këshillat që neve themi. Kjo është shumë e rëndësishme. Tani që i japim pak temperaturë më të lartë, që të marri pak faqe dhe të na dali pak si me ngjyrë, si thuash, brushtulli jon, kjo nuk është që thuhemi që është pjekur përfundimisht, po ne përsëri vendosim në furrë, duke ulur përsëri atë temperaturën dhe lëmë aq sa duhet për të bërë gati. Se në fund do ta konsumojmë, kështu që nuk ta ham ashtu të pagatuar. Tani kemi kohë diku te 2-3 minuta. Atëre, unë do të bëj heqjen e patateve nga furra, do t'i bëj një rikthim dhe pastaj do ta vendos përsëri në furrë se më duhet edhe pra patatet. Po, do t'i nxjerr dhe prap në furrë, nuk ka ardhur momenti ende për sardelet. Dhe të më ngelet koha pastaj për të marrë atë pjesën e asaj. Okej, mirë. Atëherë, për ju që s'na keni parë nga fillimi, thjesht patatet janë qëruar, janë ndarë në copuza të bollshme, të mëdha, marinuar me vaj, me piper të kuq, piper të zi, me krip, me lëng limoni, shpresoj mos kem harruar gjë, janë vendosur përsëri në furrë dhe do të vazhdoj receta me përbërës të tjerë që ne i pam në recetë, por që ende aromë të mirë ka lëshuar. Nuk ka ardhur momenti për ti një aromë të mirë na jep. Shtuar. Po. Shiko që arome. Tani ti kthejmë pak. Okej.
Edhe do t'i vendosim kështu si që janë tani në furrë. Do t'i trazojmë më mirë, duhet të them, këtë duhet bëj tani. T'i trazojmë. I ndihmo që të marrin shije nga të gjitha anët. Prandaj bëhet edhe trazimi. Do t'i lëm dhe 20 minuta të tjera në furrë dhe kur do t'i heqim, do të vendosim sardelet lart, do ju tregojmë pastaj në momentin që e shikojmë. Ja, ku e keni, rikthehet në ekran receta edhe një herë, pra kjo është me këto përbërës do të përfundoj, që do të shtohen kur të kthehemi në pjesën e dytë. Ndërkohë do t'i japim kohë patateve të marrin atë gatimin 50%, sepse me sardele do të qëndrojnë pak. Ndërkohë që unë jam kurioze të di se si do të realizojmë dhe këtë recetën e ëmbël. Ajo bëhet shumë e mirë, atë do ta bëjmë direkt. Bëhet goxha e mirë. Edhe pak tani se dua që ti. Do të mbuloj anët gati që mos na bëhet tava. Ç'është e vërteta, këto lloj tava zakonisht neve pjekim në tava të tjera. Edhe këto janë për të shërbyer, domethënë, dhe janë enkas për shërbim, por i përdorim ndonjëherë edhe për gatim. Po, sepse janë rezistente ndaj temperaturave dhe janë edhe për të gatuar. Okej. E çojmë edhe një herë në furrë? Po, do t'i çojmë tani këtu në furrë. E ndërkohë, shiko, Kat, unë po bëj të shkëputjen e pjesës së parë, dhe kur të kthehemi vjojmë me gatimet këtu kemi lënë, do të jetë pjekur dhe gatuar një pjesë e mirë e gjërave, ju presim në kuzhinë, mos u largoni. Jemi në studio, vazhdojmë të jemi në këndin e gatimit në Villa 24, po bëjmë një shkëmbim tavash kështu, pra e lam të ka i momenti që po rikthenim tavën e patate në furrë, e lam të piqen, dhe po e ndrojmë të tavën se na duhet çik më shumë vëmë, se kemi gjithë sardele për të shtuar. Kështu që neve ndruam tavën, ja këto lëngje janë nga pjesa e pjekjes së patateve. Por që janë shumë të shishme dhe nuk duhet të shkojnë dëm. Dhe aromën e kishin shumë të mira patatet në momentin që i nxorëm nga furra. Tani është momenti që të shikojmë se si do të bëhen bashkë sardelet, ajo pureja e domates, këto domatet e konservuara, edhe... Tani, para se t'i vendosim, sigurisht që duen përgatitur një... Ma djeti kishin bërë dhe pak më përpara, por... Më mirë do ishte, po. Po, menduam që t'i tregojmë të me thënë në visave, ashtu si që bëhen. Po. Mos të... Mos të bajmë sekrete. Ashtu. Ta mama ashtu Anila. Ja kështu i zbukurojmë. I pudrosim me piper, me të ato që pudrosëm ato patatet, me të njëjta gjë bëjmë edhe pjesën e sardeleve. Edhe pak krip. Nuk e teprojmë te kripa, aq sa duhet. Dhe tani jemi gati për t'i marrë një nga një dhe t'i vendosim. Ma dje dhe vajnë e duan këto në qikë. E duan, po, më mirë ta marrin kështu veçmas dhe pastaj të bashkohen me pjesën tjetër të recetës. Ndërkohë që një brushtu me presh kemi vendosur në furrë, është duke u pjekur. Një tjetër recet tradicionale dhe shumë e shishme që realizohet me miell misri, mund të shoqërohet me një sallatë të thjeshtë ose pse jo vetëm me një gotë kos të lufrës, dhe dreka juaj do të jetë vetëm e shishme, por edhe shumë e thjeshtë në përgatitje, edhe ekonomike nga ana tjetër, edhe me vlera ushqyese. Pa tjetër që. Do t'i hapi me dorë tani neve, se nuk i merë. Ati në pas ka qëruar sheg, na duhet për këtë recetën e ëmbël? Po. Ajo bëhet shumë e mirë, bëhet shpejt. Rëndësi ka të vendosim këto shpejt e shpejt. Vendosim në për të. E sho që po përpiqesh ta sjellësh kështu. Bukur. Që të ketë, do me thënë, harmoni dhe të ketë sardele në të gjithë pjesën e tavës. Edhe ndërmjet patateve. Që të hynë në mes të patateve, me qëllim që të shijohen edhe patatet, dhe të sardele të piqen dhe mos të digjen.
Si është ajo, helli të... Jo, mishi të piqet, helli mos diqet. Edhe sardele do me thënë të na piqen, po mos të na digje. Edhe një këtu, dhe jemi në rregull. Të heqim edhe këtë pjesën e kësaj. Kanë mbetur këto domatet, që më duken shumë lezetshme, si domate turshi të vogla. Po, kështu janë. Këto janë një tjetër shije që i shtojmë tavës. Nëse ju gjënden, mund të shtoni. Nëse jo, s'ka problem, do i një vetëm atë pjesën e poresë domates, edhe do të vendosni në furrë. Lëngjet të tjera nuk do hidhni, se patatet janë pjekur. Po. Mund përdorni edhe domate të kuqe, se ka dhe domate të kuqe. Por unë këto kisha, këto hodha. Mire, bërë. Kështu që juve tham që edhe po keni mirë, s'keni, s'ka problem prapë. E kjo është pore domate. Mundet të bëni domate edhe në kubik të vegjël dhe t'ja hidhni. Po. Këto janë preferencat tuaja. Por dijeni se të gjitha këto i japin shumë shije. Në fund fare do grini majdanoz të freskët dhe do t'ja hidhni në moment që do t'a nxirrni. S'ka nevojë t'ja hidhni brenda se digjet. Është mjaftueshëm, nuk po hedh më. Okej. Pak fare pak. Në furrë. 15 minuta dhe do ta kemi gati. Shumë mirë. Po bëhet një tavë shumë e mirë dhe Sot shumë kemi e pasur goxha shijshme. punë me furrë. furrata. I kemi ndetur të dyja, edhe vazhdojmë. E, se je bërë e bukur sot, prandaj. Franceze. Aha. Edhe harova të thosh. Do më thonë, Të shkoka shumë. francezët përdorin furrën, thua që. Përkthimi im. Tani, brushullin, do e lëmë edhe pak, e kam marrë edhe atë pak se do filloj me... Shojmë pak recetat në këtë pjesë të dytë, nuk e kemi lexuar ende, kështu që për ju që nuk na keni ndjekur nga fillimi, e di që po prisni këtë moment. Të filloj unë njëra Tavë me sardele dhe patate. 4 patate, 4 thelpinj hudhra, 1 limon, 1 domate ose domate të pjekura, krip, piper të zi, piper të kuq, spec rigoni dhe vaj. Brushtull dimëror me 500 gram miell misri, bishta preshi, qep të njoma, lakra të ndryshme, kopër majdanoz në energjik, qumësht kos djath, vez, gjalp, krip. Tani do të nisim dardha me salcë karameli, 4 dardha, 3 lugë sheqer pudër, 2 lugë gjalp, 1 fixhan lëng portokalli, 1 limon, gjysmë fixhani me rrush të thatë ose 10 hurmara bie, gjysmë gote verë të ëmbël, fruta të freskëta për servirje. Tani do të jemi pikërisht të kjo receta këtu. Si do të realizojmë, shohim katin. Atëre të dashura Anvisa, është një recetë e thjeshtë, e shpejt, por shumë e shijshme, diçka do me thënë që ta servirim akoma edhe me peshkun, do me thënë me tavën me peshkun, kombinon dhe shkon shumë mirë. Kemi dardhat, dhe tani ka goxha, do me thënë në treg, gjëndje. Nëse keni këtë veglën, mund të pastroni kështu, do me thënë, heqni atë pjesën e tyre, do me thënë, farave, po me gjitha të unë dhe këto do t'i hedhë brënda, se që është e vërteta mua më pëlqenë. Edhe unë i konsumoj me gjithë fara. Kur janë dhe kështu data të vogla e të pjekura mirë, dhe kur janë të pjekura mirë, nuk kanë nevojë. Por, edhe kështu mundet edhe të hiqni, se kisha lënë një që ta tregoja si apo i kemë pastruar. Një ke pastruar, ja, shu duke ndetur, ku le që pa pastruar ti? Ne, se s'ka një se dina, Anvisa, s'është në gjë madhe. Mendova se mos e kisha lënë, po ja një kështu. Po edhe me një luk qaj, kështu avash, nëse se keni këtë sigurisht, mëse rrotulla. nuk është se i kemi të gjitha mjetet në shtëpi, rëndësi ka të kemi këto gjërat e tjera. Që do të dalë të heqim këtë pjesën, do të hedh këto fillimisht sheqer pudër. Okej. Dhe me këtë limonin do shkrim sheqerin pudër. Po. Që të karamelizohet me lëngun e limonit. Më mbrapa do shtojmë dardhat. Tani ky veprimi me limon përse bëhet? Do me thënë, nuk e lë që të digjet. Nga që është pudër. Po, sheqer pudër. Rezikon që të digjet shpejt. Dhe do i hedhim tani edhe gjalpin e brenda. Përveç se kësaj. Edhe limoni nuk e lë që të digjet shumë. Bëhet si një fondan. Që thuhet ndryshe në kuzhinë. Ja karamelizohet me lëngun e limonit.
Do hedhim edhe atë pjesën e gjalpit. Edhe do ta bëjmë edhe me gjalp. Të njëjtin veprim tani, të heshtojmë edhe gjalpin. Gjalpi do e ndihmoj tani të karamelizohet, edhe sigurisht që edhe të shijohet. Pa. Momentin që fillon dhe shkrin gjalpi, do shtojmë edhe dardat. Do t'i shuaj me verë të ëmbël, është shumë e rëndësishme, nëse keni, nëse nuk keni, ndonjë lloj likeri, po doni, nëse jo, ndonjë vanile, ndonjë shkop kanell, të gjitha këto i shkojnë nëse nuk keni verë, dhe nëse nuk doni dhe ta bëni me verë, se ka dhe që nuk duan ta bëjnë me verë, arsyeet e tyre, por që dhe për fëmijët e vegjël nuk është ndonjë problem, sepse ajo avullon alkooli, dhe kur avullon alkooli marrim shijen e verës dhe nuk marrim alkoolin. Këtë duhet ta dim. Jo se pëson ndonjë gjë, domethënë në momentin që shtojmë verën. Ja, nuk u dojgjë sheqeri, thjesht u bë si një salcë. Tani do ta lë pak këtu dhe do vendos me radhë dardat. Dardat më përpara kemi vendosur në ujë me limon, lëng limoni. Po, ja kemi shtritur limoni këtu brenda. Po, unë do t'i hedh thash edhe këto. Po thjesht i hoqja kështu se do të më ndajnë duken bukur edhe në gjatë servirjes. Të parën që do hedhim, do ta shuajmë me verë të ëmbël. E rëndësishme është kur hedhim verën duhet të kemë temperaturë të lartë Që ta avulloj. Kështu që temperatura e sobës duhet jetë tek, domethënë, maksimumi. Aroma e mirë vjen e verës tani. Në momentin që hodhëm verën, do avulloj alkooli dhe do shtojmë edhe pjesën e portokallit. Do shtojmë portokalli, tani varet thash juve në shtëpi se çfarë mund të keni rushë të thatë, mund të keni hurma arabie, i shkon shumë se kanë atë ëmbëlsirën dhe shkojnë jashtëzakonisht me dardhën dhe bëhen shumë të shijshme. Çfarë fruta të thata mund të keni në shtëpi në fakt, nga këto që janë nga këto që janë si thua të buta, jo të forta, arrat pastaj ose bajami i shtojmë në momentin e fundit. E kuptoj. Tani limoni ka kryer atë punën e vet. Nuk ka nevojë më që ta mbajmë këtu brenda. Aroma tani që është bërë bashk. Tani hedhim edhe këtë rushin. Do të shtojmë edhe lëngun e portokallit. Okej. Pasi hedhim lëngun e portokallit, shumë e rëndësishme është tani që t'i lëmë të zihen. Shumë e rëndësishme është shohim dhe brushtullin. Po, do t'i heqim neve ato, që kur do rikthehemi pastaj nuk do shumë kohë, thjesht do të bëhet një kthim nga ana tjetër e dardhave dhe do të shtojmë edhe pjesën e bajameve, në fund fare do ta servirim me sheg. Shumë mirë. Atëherë, jemi në këtë 4 minutin e fundit ku ne do duhet që të bëjmë një përmbledhje të asaj që kemi realizuar deri më tani, si edhe të shohim recetat që janë duke përfunduar, të cilat i kemi në furrë, si patatet me sardele, ashtu edhe brushtullin me presh. Kati kemi ndonjërën? Kemi gati. Ndoshta mund ta linim dhe pak akoma. Tani në moment që e nxorëm Anila, si e bëjmë te buke misrit. Shtojmë pakës gjalp. Edhe prit tani me një luk ose me një pirun. E lyem komplet. Për të marrë atë shijen përfundimtare. I mirë duket ë? Nuk diskutohet, po dhe shijen e ka shumë të mirë. Bulmeti tani në dimër konsumohet shumë. Bëhet, domethënë, të jep shumë shije kënaqësi, janë të shëndetshme. Do shkria jo tani. Po. Edhe ka marrë një tjetër shije në momentin që e nxjerrim nga furra. Këto e lëm diku. Receta e parë ka përfunduar. Të shikojmë të kthej këto pak dardha. Edhe një herë.
duhet të lidhet të salca, Aha, të shteroj, duhet të them, do me thënë të trashe. të trashe, të lidhet, edhe dardha të zihen, mos të jenë të zbuten, duhet të them. Kështu që do t'i lëm edhe pak kohë, Okej. ndërkohë që tani e heqim më kapakun, do t'i lëm kështu të avulloj tani pjesa e lëngjeve që neve kemi hedhur, të zbutet edhe nga pjesa e sipërme, dhe do t'i kemi gati pastaj për të servir. Heqim edhe tavën. Heqim edhe tavën e patate edhe me sardele, sepse besoj se ishte deri edhe ta diku servirim duhet të jetë pjekur. Si duket? Mirë, shumë mirë. Mirë duket kjo. Aha, shumë mirë duket. Mirë duket. Ja, një ide tjetër e gatimit tuaj për ditët në vijim, se sardelet nuk besoj se na gjënte në shtëpi çdo ditë, po nëse i keni. Si thua, do t'a servirim në pjatë tua? Si të dëshirosh ti? Ajo është e nxehtë akoma? Po, Apo t'i hedhim nga këto? si të duash ti? Kjo faktikisht... Brushtullin nuk e ndajmë, nuk kemi pse ta ndajmë, se ai do të ftohet që të pret copë. Si thua ti? Po, pa tjetër, do duhet që ta lëm. Të gri pak majdanuz. Të freskët, sa të na reduktojnë ato lëngjet e dardhë. Ka aromë shumë të mirë kjo dardha që po zihen tani me shumë të mirë. Ga edhim këtu në tavë? Edhe kështu më duket bukur Edhe në mua më tavë. duket mirë, mos ta ngacmojmë fare. Prandaj tash, por dhe në pjatë sigurisht që do dukej mirë, por me që është e nxehtë, I mat? po. Që të mos tani nga temperatura dhe duhet të hidhur që tani, që të hynë në brëndësi, do me thënë të patates, të sardeleve, të aromatizohen, të shijohen dhe të marrin ato vlerat ushqimore që përmban majdanozi. Okej. Edhe e plotson, edhe në pamje. Patjetër që e plotson edhe në pamje, por jo vetëm. Edhe në shije, sigurisht. Okej, mirë, tani besoj se nuk e di nëse është lidhur aq sa ç'duhet, ndoshta edhe pak më shumë do të duhej, jo Kati? Ja, do ta shikojmë tani Shikoje dhe një atë. herë. Gjithsesi ne nuk kemi kohë, duam do ta tregojmë. Do ta servirim faktikisht atë, sepse... Ha, shive një Ja, herë. shikoj për ndonjë lugë dhe të marrë një pjatë. Ta Okej. kemi pjatën atje. Në rregull. Fletëzat e bajames janë thjesht për t'ia shtuar nga sipër për dekor. Kati nuk shtohen në gatim, shtohen nga lart. Pra në momentin që kanë përfunduar. Kjo sa duhet, më. Kjo... Ashtu ta kemi këtu. E të shikojmë. Po lidhë kjo, sa të reduktohet. E kanë qikë të nevojshme, do me thënë që të lidhet akoma edhe më shumë. Megjithatë, duke qenë se ka sheqer, ajo dhe duke qëndruar atë Patjetër. efektin e lidhjes e vazhdon Do me thënë edhe që të... Ashtu, ndërsa pjesët e shekës do t'i hedhim se duhet që t'jenë të freskëta. shumë e mirë më duket. Duhet një po një jo.
Një me bisht, një pa bisht. Që të krijojmë Që të krijoj një dekor të këndshëm edhe në dekor. shërbim, po. Vendosim edhe këtë. Dhe kemi edhe këta. Shumë mirë, është si një lule në gjën. Është një ëmbëlsirë që shërbehet e ftohtë. E ngrohtë, si ta duame, e e vakët. Ka edhe kështu do me thënë edhe pa mbajtur në frigorifer. Jo, nuk është, kjo është e qastit. Okej. është një ëmbëlsirë e qastit. Kalëm diku këtu. Shumë mirë. Dhe tani, disa kokra shek të freskëta. I shkon shumë edhe, si tu është piperi kuq. Piperi kuq i ëmbël, ato kokrat e piperit. Nga që kemi këto, shegët, mjaftojmë me shek që mos ashtu, por mund të bëni edhe me frutat të tjera. Lule shtëri dhe dy unë, do më thënë si pas kohës, ato që mundet. Okej, Kati, ne duhet ta mbyllim tani, kështu që vendosim edhe zbukurimet e fundit, e afrojmë pjatën pranë recetave të tjera dhe kështu, duke përmendur dhe njerë se çfarë kemi gatuar sot, ndahemi nga këndi i gatimit, pra kemi sjell patate me sardele, brushull me miell misri dhe presh, dhe një ëmbëlsirë të ngrohtë po e quaj, një ëmbëlsirë dimrore me dardh, fruta. Faktikisht dimrore është. Mund ta bëjmë edhe me mollë, të njëjtën gjë. Të njëjtën gjë. Okej. Kati, të lumshin duart. Faleminderit. Të falenderoj për idetë e sotme dhe për punën tënde. Faleminderit. Kënaqësi e dashur që ndajmë këtë emision bashkë dhe vërtet sot je bërë një Barbie e vërtet. Faleminderit shumë. Unë të uroj një ditë të mbar. Kënaqësi që të shoh në këtë, domethënë. Faleminderit, Kat, faleminderit. Ndajmë edhe me zonjat e tua që të ndjekin me kaq dëshirë. Faleminderit dhe duhet t'i përshëndes, t'i uroj si gjithmonë një ditë bukur në vijim. I dua shumë dhe mos hezitoni që të përgatisni familjet tuaja, bëjeni ju sipas mënyrës tuaja, merrni një ide dhe sigurisht që do shtoni, do paksoni nga këto produkte që neve përgatisim dhe besoj që do t'jeni shumë të kënaqura për t'i serviru në tryezat tuaja familjare. Miru pafshim, kalofshi sa më bukur. Dhe është momenti që ne të ndahemi nga kuzhina.